Buxheti i komunës së Kërçovës për vitin 2026 do të jetë mbi 1.3 miliard denar. Me këtë buxhet, kryetari i komunës duhet ta menaxhojë komunën dhe projektet me kërkesë të qytetarëve në vitin 2026. Godinava budžetut iznesu milijarda 356 milioni 457 hiljada dinara, od kojih osnovni budžet je 614 milioni 267 hiljada dinara. Само финансирачки активности се 33 милиони 580 хиляди dinara. Наменски дотации се 699 милиони 736 хиляди и от донации очекува некаде 8 милиони 874 хиляди dinara. Pas shpalljes së buxhetit, pati reagim nga këshilltarët e AKI-s, të cilët e quajtën jo transparent për shkak të ndryshimeve të bëra së fundmi. Në rastin konkret, dokumenti publikuar në web-faqen i titulluar si predlog buxhet lehet që është i plasuar vetëm në gjuhën maqedonase, por i njëjti nuk është ai që neve si këshilltar na i kemi dërguar në postën tonë elektronike. Tash, nuk e kam të qartë cilin version ne votojmë, ose më mirë thënë, nëse ky që na është dërguar neve është versioni i vërtet, atëherë ku qëndron transparenca ndaj qytetarëve? Burim Kadriu nga sektori financave në komunë tha se ai që është i publikuar është propozim buxhet, ndërsa gjatë rrugës edhe sot janë bërë ndryshime. Prandaj ai i shpall në faqen është propozim buxhet, edhe ky që keni është propozim buxhet dhe tash me votimin e të gjitha këto ndryshime të cilat ne paraqisim, atëherë bëhet buxhet për vitin 2026. Dhe po më faljen, nëse ka lëshim, të cilat nuk e kemi shpallur në gjuhën shqipe, por buxheti i miratuar në këshill të justifikues do të jetë në faqen e komunës. Këshilli i komunës ka 19 këshilltar, ndërsa buxheti u miratua me 11 vota për dhe 6 vota kundër nga këshilltarët e AKI-s dhe 1 i pavarur, ndërsa sot gjatë seancës munguan 2 këshilltar, i LSDM-s dhe ai i listës së pavarur.